Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të hetimeve të një çështje penale të regjistruar për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione gjithashtu publike, kryer në bashkëpunim, ka kryer dhe marrë miratimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për caktimin e masës së sigurimit personal ndaj dy shtetasve. Me datë 23 shtator 2025, me vendimin numër 95, gjykata e posaçme miratoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për caktimin e masës së sigurimit personal. Arrest në burg ndaj shtetasit Olsi Jarezi me detyrë inspektor pranë Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial bazuar në nenin 238 Kodit Procedurës Penale dhe arrest në shtëpi ndaj shtetasit Luan Sadikaj, ish inspektor pranë Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial bazuar në nenin 237 të Kodit të Procedurës Penale. Nga hetimet paraprake dhe metodat speciale të hetimit të kryera nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, ka rezultuar se me datën 1 nëntor 2021, të hetuarit e mësipërm kanë marrë shumat monetare 900.000 lek dhe 10.000 lek dollar. Hetimet kanë provuar se kjo shumë është marrë nga dy inspektorët e caktuar për inspektim tek subjekti privat IS me vendodhje në Korçë me qëllim për të mos e ndëshkuar me masë administrative subjektin privat, i cili ushtronte aktivitet tregtar pa dokumentacionin e nevojshëm tekniko-ligjor dhe licencën përkatëse.